dashur dhe mirë se erdhët në Villa 24, javë të mbar paçit të gjithë dhe faleminderit që po qëndroni me ne. Mirëmëngjes Kati. Mirëmëngjes e dashur. Të uroj ditë të mbar, javë të mbar. Faleminderit, një ditë të mbar dhe një javë të mbar edhe për të zemrën. Faleminderit shumë, faleminderit. Mirëmëngjes dhe ju të dashur Anvisa, ju uroj një ditë bukur, një javë të mbar dhe ju ftoj këtu te këndi ynë i gatimit përpara receta që do përcjellim për juve sot dhe çfarë do sillim për juve sot. Kush ka festuar dje, domethënë kanë qenë ata të festës ortodokse, sigurisht që kanë pjekur mish. Besoj ka ngel pak mish. Po, si çdo gjithmonë. Ashtu, kështu që unë mendova me ato pak mish, qoftë mish pule, qoftë mish qëngji, çfarë ju ka ngelur, si mund të bëjmë një gatim tjetër. Duam ta bëjmë sup apo duam ta bëjmë si një lloj pilafi, po një pilaf sjell pak si më ndryshe, që do të jetë më i aromatizuar, më i shijshëm, sepse këtu do të përdor përveç se mishit që e kam këtu, do me thënë të prerë në copëza kubike, dhe do të kemi një qepë, do të kemi 2-3 lugë rushtë të thatë, do të kemi nga këto stikat e pishës, nëse ju ndodhe, nuk është e thënë se duhet me pa tjetër, por e sjellim ndryshe, nuk e sjellim atë pilafin e zakonshëm duke shtuar mishin brenda dhe këto, por duke bërë një kavërdisje të mirë, do me thënë, me qepën, me rushin, me këto stikat e pishës, do të kemi limon, gjysmë limoni, majdanozë, vaj, kripën dhe piperin, një 2 thelpinj hudhër, që në fillim fare. Edhe sjellim si thua një gatim shumë të shijshëm, edhe të mirë dhe krejt ndryshe, do me thënë, nga i pilafi i zakonshëm. Tani, për pilaf mund të përdorim ose këtë orizin që është majus, ose orizin tjetër që është kokër rumbullakët, dhe si thua bëhet shumë i lidhur dhe bëhet një pilaf shumë i mirë. Të dyja janë shumë të mira për pilaf. Tani, mendova sot pse jo, mos të sillim edhe nga këto pancakes, por ju t'i bëjmë ashtu një nga një në tigan, t'i bëjmë, do me thënë të bëjmë atë përzierjen dhe t'i vendosim t'a pjekim në furr, që do t'a bëjmë me lule shtridhe, nëse keni ndonjë pak çokoladë, do me thënë me mbushje të ndryshme, çfarë mund të ndodhet juve. Unë mendova ta bëj me pak lule shtridhe dhe me ca copza çokoladi. Por mund ta bëni akoma dhe me krem djathi, duke shtuar, do me thënë një krem djathi edhe pana, bëhet si një lloj, do me thënë kremi, bëhet një shtresë e parë dhe duke shtuar mbrapa edhe lule shtridhe. Edhe për këtë janë sipas dëshirës, do me thënë çfarë mund t'ju ndodhet ju në shtëpi, mund ta bëni të kripur, mund ta bëni edhe të ëmbël, mbushjen e këtyre pancakes. Dhe thash në fund fare, meqense do bëj ky pilafi kështu, pse jo mos të bënim edhe një sallat me patlıcan, nëse edhe 1 dhe 2 patlıcan t'ju ndodhen në shtëpi, një 2 thelpinj hudhër, kjo soja sos jep një shije të veçantë patlıcanit, pak susam, krip piper dhe pak sheqer. Pra, bëhet një sallatë shumë e mirë dhe e shijshme edhe ajo. E çastit, është diçka e çastit. Dhe në fillim fare, unë do të filloj këtu, duke filluar të vendosim këtë të parën. Okej, pra do filloj me orizin apo jo? Po, do filloj me të bëjmë recetën e parë. Dy alternativa të orizit në fakt që mund të zgjedhim, por unë po i përmend pak me emrat e tyre, të cilat ju i gjeni në të gjitha pikat e dyqaneve në Ranci, pra orizi jasmin është më kokor holl apo kokor gjatë, siç e quajmë ndryshe, i përshtatshëm për një sër gatimesh që duan këtë lloj orizi. Gjithashtu mund të zgjidhni për t'i qarë ato risottot kremoze orizin në karnaroli, që përsëri e gjeni te dyqanet në Ranci, e vini re që ka këtë kokrën më të bardhë dhe më të rumbullakët, i përshtatshëm për një sër recetash të tjera. Dhe jo vetëm kaq, gjithçka që sot kemi në tryezën tonë, që nga frutat e thata, erzat, vaj ullirit, kripa, krem djathi, çdo gjë, edhe to paketimet në fakt që janë shumë interesante, që janë të gatshme dhe i kanë të gjitha gjërat brenda. Mund t'i gjeni tek në Ranci, edhe këto siguroj që janë një shpëtim pasere në shtëpi, sepse mund të bëni edhe krepat me këtë mix të gatshëm, pancake, krepa e tjerë, mund ta bëni edhe në formën e një keku, mund ta shtroni edhe në... Po, i ka të gjitha në fakt, po, ka miell gruri, ka vestë dhe hidratuara, ka sheqerin, qumshtim pluhur të skremuar, ka pluhurin pjekës, ka edhe mënyrën se si mund ta përdorni, ashtu sikur se çdo produkt tjetër i në Rancit, kundër të tjera ka edhe tabelën ilustruese mbrapa, e cila ofron jo vetëm siguri, vlerat ushqyese,
se çfarë ka brenda dhe mënyrën se si ju mund ta gatuani që është kjo këtu. Ja u bëj këtë shpjegim sepse ndoshta tek në rancë her pas here gjeni produkte që nuk e keni hasur herë tjetër dhe mund t'i shikoni dhe të mendoni po këtë si mund ta përshtas në gatim fare lehtë. Për te shpjegimeve që ju japin aty në të gjitha dyqanet, i keni edhe në ambalazhet e secilës prej produkteve që ju doni t'i shtoni tryezës suaj. Ti hedhim dhe këto therpinte e hudrës, por unë do t'i hedh kështu, do me thënë. Të shtypura. Të shtypura. Kemi nisur me qepën edhe me hudrën. Krip, që të zbutet pak qepa, nuk është se do të bëjmë kavërdisje të shumë të qepës, thjesht një zbutje lehtë me kripën. Kemi shtuar edhe hudrën, të aromatizohet. Për pjesën e hudrës nëse doni më mbrapa mundet që ta t'i hiqni, prandaj lash edhe kështu në pjesë të mëdhaja, nëse doni mund t'i lëni. Tani këtu do shtojmë dhe këto stikat, sepse që është e vërteta i hedhim të kavërdisën për të lëshuar dhe këto vajrat eterike që mbajnë, edhe jep shumë shije. Janë shumë të ushqyeshme. Janë të ushqyeshme, kanë aromë dhe shije të mirë. I trazojmë bashkë me qepën, dhe këto hidhen në momentin e parë, bashkë me qepën në thash, për të vetë me në arsye, sepse lëshojnë vajrat eterike që përmbajnë. Prandaj dhe duen edhe kavërdisur. Ndërkohë në të nxerën qitur, Kati ka shtuar besoj miksin e erëzave, apo jo, që do të na duhet për të shoqëruar? Unë me që kisha këtë pakon kanaroli, Po, atë përdorim. do hedh këtë, do me thënë, edhe ka qënë fix një gotë. Nëse do të kemi një gotë, do të kemi 2 gota lëng mishi, pule, çfarë mund të kemi ju në shtëpi. Si në atë pilafin e zakon që ne bëjmë në shtëpi, dhe le t'i japim tani kohë recetave për ditën e sotme, të shfaqura në ekran, përbërësit që do të na duhen për të pregatitur këto receta që ne kemi prezentuar. Do të gatuajmë sot dhe e kemi nisur në fakt punën për pilaf me mish të pjekur. Na duhen 2 filxhan çaj oriz ose bulgur, pra mund ta bëjmë këtë recet edhe me bulgur. 4 filxhan çaj lëng mishi, na duhen 300 gram mish qengji i pjekur, mund të jetë edhe pule gjithashtu, pra ai mishi që mund na ketë mbetur nga fundjava festive që kaluam në shtëpi. 1 qep, 2 thelpinj hudhër, 1 lugë supe rrush të thatë, 3 lugë supe stika pishe, na duhet lëngu i gjysmë kokre limoni, do të na duhet vaj, kripe dhe piper, majranoz dhe kopër, pra erza të freskëta. Do të bëjmë pancakes në furrë sot, atë paketimin unë ja u tregova, pra është një pako e gatshme në formën e një pluhuri të paketuara, të cilat ju i gjeni në dyqanet në Ranzi, lule shtrydhe të freskëta, copëza çokolate dhe rrush i thatë. Dhe në fund do t'i shtojmë tryezës tonë sot një patëllxhan me salcë soje, do t'na duhen 2 patëllxhan, 2 thelpinj hudhër, 1 lugë supe me sheqer, 1 lugë supe susam, pra janë farat e susamit, na duhet salcë soje edhe vaj. Mendoj që e kemi të plotësuar drekën tonë sot, kemi pilafin me mish, kemi këtë recetën me patëllxhan në formën e një mesoreje dhe në fund fare me një ëmbëlsirë që do ta bëjmë me pluhurin e pancakesave që është i gatshëm, por do ta vendosim në furrë. Pra nuk do ta bëjmë në tigan kat, do e bëjmë në furrë. Këtë. Në furrë, po. Në furrë. Atëre, rushën e thatë unë do ta hedh këtu, do i hedh pak ujë nga ajo që ka vendosur lëngu i pulës, që të zbuten pak. Po. Rrushi i thatë gjithmonë kur përdoret në gatime të kripura kryesisht, se tek ëmbëlsirat vendoset në ujë Kati apo jo? Sikurse kam. Shiko, dhe aty mund ta vendosim, do të thënë që të zbuten, ose i vendosim në zakonisht në këtë konjak, kur përdorim ndonjë liker, ndonjë lëng portokalli. Po. I vendosim në këtë formë. I lëm pak minuta në fakt në lëngje, sepse edhe merr shije ajo kokra e rrushit të thatë, zbutet dhe fryhet, merr formën e kokrës së një rrushi. E bëjmë gati këtu në momentin që do vim, momentin që do hedhim lëngun e mishit, që mund ta kemi përgatitur vetë, ose mund ta përgatisim akoma dhe me këtë miksin e erëzave. Po, që shpesh është një shpëtim në fakt në kuzhinë, sa herë që gatuajmë dhe nuk kemi
lëngmishi apo lëng perimesh është një zëvendësues dhe plotësues shumë i mirë i shijeve në të gjitha llojet e gatimeve. Tani unë do t'i hedh edhe pak lëng limoni. Do të shtojmë dhe lëngun e limonit dhe kështu kemi bërë gati. Ka një shije tjetër, bëhet si thua shijen e lëngut të limonit, shijen e rushit të thatë, të stikave. Pra kemi një atë miksimin e shijeve të kripur të ëmbël e të thartë. Limoni edhe jep, do me thënë, edhe shije, por sigurisht që edhe kokrën e orizit e shkrifëron, e mban ashtu të shkrifër. Ja, tani e kemi gati. Edhe këto rushtat është zbutur. Shiko se si u zbutën me njëherë. Me njëherë, e vërtet. Ja, rrisin edhe atë, si thua, madhësinë e kokrës. Po. Ujin e kemi të nxehtë tani më këtu. Shëndet tani. Shëndet pançkati. Tani kemi këtu edhe mishin, gjithë të mish. E hedhim. E pse mos të bëhet e mirë? Si thuat Janila, pse mos të bëhet e mirë? Pa. Edhim ujin që kemi të matur, lëngun e mishit. Okej. E Dhe trazojmë Kati, pak kështu. do të kërkoj pak ndim për diçka, do ta kalojmë këtë tenxherë në krahun tjetër. O, Dieg, Ndjek kjo, nuk më njeh kjo mua, ku i kemi ato veshët? çorapet. Asnjëherë nuk ja le aty në vend, po pse si, apo kur lahet tenxheria duhen e quja ja ku janë të dyja. Po. Çorapet i mbajmë si të çorapet e maceve. Jo se i ka. E di që e ke përmbar këtë këndin këtej. A ta marrun Anila? Pse? Nuk e bëj dot? Në rregull. Tani ajo është gati që ti vendosim kapakun dhe ta lëmë në qetësi që të bëhet avash avash. Kështu që ja. Ja. E pam. Në rregull. Në fund fare dhe majdanos, do me thënë në momentin e fundit, do t'i hedhi majdanos të grirë hollë, do t'a mbuloj me një pecet gushinje dhe do t'a lëm që të kulloj, themi ne, dhe ta kemi gati pastaj për ta servirur. Okej. Bukurim, kemi gati 10 minuta kohë, 9-10. Do fillojmë me do merremi me recetën tjetër. Recetën ne ju prezantuam pak më herët tek ju, edhe pse këtë variant mund ta bëjmë në mënyra të ndryshme, pra mund t'i shtojmë edhe krem djathi pana, mund ta bëjmë thjesht të ëmbël, mund ta bëjmë të kripur. Okej, shumë mirë. Ne do shohim një mënyrë sot me përbërësit që kemi këtu në tryezë. Pra na duhet një paketim i gatshëm, pra siç është këtu, miks i gatshëm për përgatitjen e krepave, pancake, edhe receta të tjera ne do ta bëjmë në furr. Kemi copëzat e çokoladës që janë këto, të zezën ose golden, secila prej tyre ka edhe përqindjen e caktuar në fakt të çokoladës që duam të zjedhim, se ka njërës që e duan më fondente. Kuj kemi në një pritë, se ishte njëra ishte edhe për... Kjo paketim është për donat. Kemi dhe për donat, dhe thënë që ti bëjmë shumë shpejt gati. është edhe ky, ki ka të gjitha brënda, thjesht ujë ose qumësht edhe kemi gati. Tani neve do të hedhim këtë që do të përdorim për pancakes. Marim atë një gëshër, Anila? Ja, me njëherë. Urda. Faleminderit. Të lutem. Hedhim ujë sa jo të trazohet edhe të bëhet si një krem. Tamam si kremi që bëhet për pancakes. Arome mirë del. Në momentin që hidhet, vanilja me njëherë. Ndihet, të jep po. Pa. Veç se kjo ka një gjë që duhet trazuar shumë mirë. Ujë një shtojmë gradualisht? Gradualisht sa të vi një konsistencë, si është ai bumi i krepave. Lyej mirë tavën me gjallë, kam hedhur unë pak gjallë panila atje te tava, madje t'i shtojmë edhe pak tjetër. Më shumë gjallë? Pak, do me thënë që ti pakës akoma më shumë, ja këtu e kemi dhe gjallëpi. Po, ja të marrë thjesht një lugë. Ky ka filluar të shkri pak në fakt se është vendosur më herët në... Po, e vendosa unë që të kishim mundësi, do me thënë
do dhe pak kjo akoma. Të gjithë tavën do ta lyej, të gjithë sipërfaqen? Po, se në gjithë tavën do vej kjo. Kemi ndezur furën më përpara, një temperaturë 180-200 gradë, dhe do ta lëmë që të bëhet për rreth 15-20 minuta, dhe do ta kemi gati. Do ta shikoni si do të na bëhet, pra një pankeks i madh, gjigant. Ja, të voçklat. Ne do ta presim pastaj. Domethënë kjo është diçka, domethënë më praktike duhet të them unë, edhe ndihmuese. Që thash që mund ta bëjmë të kripur ose edhe të ëmbël. Për punë e mbushjeve. Me kremra, me si thuash, me këtë kremën e djathit që thash, edhe me pana, duke shtuar edhe pastaj lule shtrydhe, duke shtuar. Ta bëjmë kështu si tort thuatë. Që bëhet edhe si trung. Kështu që ka mënyra të ndryshme. Po unë mendova në fakt ta silja kështu fare, domethënë duke vendosur, edhe ti vendosja edhe lule shtrydhet edhe këto çokollatat, një pjesë me to, një pjesë. Ja të shikojmë tani. Ta bësh gjysasho. E bëjmë mirë, ne çojmë deri në furr, pastaj Jo, se çokolata do t'i hedh sipër, në rregull. Çokolata Anila do t'ja hedh sipër që të shkrijë brenda. Okej. Po, sepse ato janë çokolata posaçërisht për gati, shkrin aq mirë, edhe qoftë në banjomeri, qoftë në brumra të ndryshëm të kekut, që duam t'i shtojmë copoza çokolate brenda. Ka ti mendoj se shokesi ishte pak i ngrirë gjalpi? Tani ta mbajmë atje apo ta sjell këtu në mes? Jemi në rregull tu shifet tu? Jo, afroje. Ta sjellim këtu në mes. Afroje, mendoj se është okej. Vetëm dua pak kapakun e gjalpit. Këtu. Faleminderit tani, le vëre si pikturë. U mundova një çik ta hapja mirë, se në fakt gjalpi ishte në frigorifer edhe nuk kishte ato trashjen e duhur për tu. Tani, mund të vendosin edhe në letër guzhine, vendosin një letër guzhine poshtë, por s'ka gjë edhe me gjalp, ajo përsëri edhe në tavë, kështu bëhet shumë në rregull. Atëherë të hedhim nga këto kopsat. Dhe ashtu është të dyja, apo vetëm çokoladën e zezë? Jo, unë them të hedhim të dyja. I hedhim se i kishim të dyja të hapura. Kemi përdorur dhe një herë tjetër. Se ka 70 gram ka kjo. Jo, këtë kemi pasur të hapur, këtë kemi të re, atë kishim hapur një herë tjetër. E të hedhim dhe gjy. Këtë që kanë çokoladë e bardhë me karamel, ka dhe shijen e karamelit brenda, domethënë. Shumë e mirë të na dalë kjo na. Këto konsumojnë dhe kështu, Anila? Po e di, kam provuar. Kështu që ti mos i hidh gjitha. Ja, vetëm një. Janë dy se janë gjitur bashkë. Ta shyem dhe neve një dyshe. Shumë kura janë. Me kopsa. Me bezh edhe me kafe. Që kanë të modës. është në modë ngjyra kafe. Kështu si e bëre si një fustan me pika. Dhe fustanet me pika janë në modë si vjetë. Janë në modë, ja, kështu se ne nuk jo vetëm gatuajmë këtu, po flasim dhe për tendencat e modës në të tjera. Shiko, ka dhe që në furë. Po. Sa kohë duhet të piqet edhe me 15-20 minuta, 180 gradë, dhe do ta shikoj. Kështu që ne i bie që kur të kthehemi në studio në pjesën e dytë e kemi gati këtë. Patjetër. Okej, shumë mirë. Atë gati, pilafin gati, patlıxhanet do t'i fillojmë që të përgatisim sallatën, do me thënë që ta kemi dhe atë gati. Okej, shumë mirë. Do të ngele lule shtrydhet edhe thamë. Atë, recetën e parë ne pothuajse e përfunduam. E kemi lënë të zije, jo? Po. Se të dytën e vendosëm në furrë, të dyja duan kohën e vetë që të gatuhen. Do të nisim të tretën, besoj, nëse kemi kohë, nëse jo, le të shohim pak recetat në ekran, sepse gjatë kohës që ne gatuajmë dhe themi jemi në gjysmë të punës apo gati të përfunduara, ju doni të dini se çfarë kemi gatuar. Kështu që po jo prezantojmë edhe një herë të gjithë përbërësit që do të na duan për të gatuar këtë recetë, sigurisht që ju do ta shikoni edhe se si do të jetë e përfunduar dhe më pas nëse do t'ja mbush syrin kështu nga ekrani, të zgjidhni ta gatuani edhe ju. Ama mbajini shënim përbërësit se ndonjëherë kur nuk keni çfarë të gatuani, i hapni edhe i shikoni dhe ju vjen një ide më shumë. Për të përgatitur një pilaf me mish të pjekur, na duan 2 filxhan çaj oriz ose bullgur, 4 filxhan çaj lëng mishi,
300 gram mish qengji të pjekur, na duhet një kokorçe, na duhet 2 thelpinj hudhër, 3 lugë supe rrush të thatë, mëtej receta vijon me 3 lugë supe me stika pishe, alternative, sepse edhe nëse ju nuk keni ndonjë nga përbërësit që ne listojmë në recet, mund dhe të mos i shtoni. Megjithatë, baza është kjo. Lëngu i gjysmë kokre limoni, na duhet vaj, piper, majdanoz dhe kopër. Që i kemi për në fund të dy të fundit, kur ta shërbejmë në pjatë. Patlıcan me saltë soje, kjo është receta që ende nuk e kemi nisur ta gatuajmë, do të na duhen 2 patlıcan, 1-2 thelpinj hudhër, do të na duhet 1 lugë supe sheqer, 1 lugë supe susam, salcë soje dhe vaj. Pancakes në furr, na duhet një pako e gatshme pluhur për pancake, na duhen lule shtrydhe të freskëta, çokoladë, rrush i thatë. Kaq, e thjesht fare. Tani, le të fillojmë të tretën, ndërkohë që regjia na thotë që duhet të shkëputemi, jo. E mirë, patlıxani do bëjmë gati neve. Kështu që ju presim këtu. Ju presim në kuzhinë, bëjmë atë shkëputjen publicitare, kur të kthehemi edhe 2 recetat që kemi, një në tenxhere, një në furr, do jenë deri diku në përfundim të zjerjes dhe pjekjes. Pas reklamave ju presim në kuzhinë. Jemi rikthyer në studio, jemi live në këndin e gatimit në këtë pjesë të dytë për të treguar. Jemi, po. Shiko, neve kemi filluar me patlıxanët këto. Fillimisht unë i vendosa në ujë me krip. Nuk i lash shumë faktikisht me thënë të drejtën, se siç e shikoni kam hedhur këtu në tigan më mbrapa me 1-2 thelpinj hudhër dhe i lam që të na këto bëjnë shumë shpejt gati, zbuten dhe bëjnë shumë shpejt gati. Është momenti, tani nuk ju treguam atë pjesën e parë që i lëm në ujë me kripe dhe që... Po pse duhet treguar ajo thua? Pa të po them se nuk të është më mirë, e rëndësishme është kjo pjesa tani. Që pasi kemi hedhur, do me thënë, në tigan, kemi shtuar dhe hudhrën, dhe është momenti që fillimisht i hedhim pak sheqer. E ta marrim me këtë, se këto kemi pak ne tani, nuk është se kemi shumë. Që të karamelizohen me sheqer. Krip pa tjetër që kam hedhur pak në momentin e parë. Edhe me njerë tani e shuajmë me soja sos. është edhe një lloj, do të thënë, ka dy lloj. Pa. Dhe të duhet ta dim që këto janë të kripura dhe karamelizohet, do të thënë, e kripura me të ëmblën. Sheshe. Edhe bëhet një... Sot na i ke bërë të dyja recetat e janë një çik. Shumë një miksim shihesh, unë i kam shumë qef në fakt dhe jam kurioze do t'i provoj të dyja pastaj. Dhe do doja Anila dhe bëm, do të thënë, pasi kemi hedhur sheqerin, fillimisht hidhim susamin, pastaj sheqerin, pastaj këtë salcën që të lidheshi. Që të jo për gjë, po susami të nxirrte aromat e veta. E kuptoj. Po mirë, ne do t'ja shtojmë tani, me ishën se... Mirë, ne tani do ja shtojmë, por juve në shtëpi duhet të bëni këtë veprimin e parë, do hidhni susamin... Që të marri një të ngrohtë edhe susamin para se. Jo se s'do marri tani, po vajrat e susamit, vajrat e terike që pëmba, do me thënë... Çlirohen më mirë në të nxehtë. Në momentin e parë, që nuk ka lëngje. E kuptoj. Se tani kjo nuk do. Këto janë bërë gati. Ja, ngrohja e fundit, edhe servirur në pjatë. Kaq. Shumë thjesht, shumë shpejt, por bëjnë shumë të shishme. Edhe diçka e veçantë, nuk është se... Po, e vërtet, në mënyrë ndryshe. Pak më ndryshe nga... Ja, përfundoj. Gati, kaq. Në rregull. Thjesht fare. Opa. Patlıxhani i lëm pak në ujë, i kaluar në tigan, me një 2 thelpi hudhër, e më pas me... Edhe e shëndetshme bëhet faktikisht. Se të gjithë përbërësit që kemi hedhur brenda, që nga patlıxhani, hudhëra, susami janë të shëndetshme, edhe sigurisht që... Kombinim interesant. I bëni ju me hudhëra, me energjike, me këto, ne son pak si më ndryshe sot. Po.
mirë, bje në formë në një salate, ka tjo, Po, pra është një lloj mesore. edhe kombinon shumë mirë me atë. Prandaj e mora. Po, faleminderit. E kombinon edhe me orizin, me pilafin, edhe me këtë. Faleminderit. Absoluta. Tani, Pjata e parë është nëse gati. doni juve në shtëpi, unë prandaj lash edhe këtu akoma, se edhe ky që ka bërë gati. Nëse doni në shtëpi dhe keni pak gjalp të freskët që është edhe cilësor, shumë pak, jo se do hidhni ndonjë gjë kush e di, por pak Ja shtojmë shumë në fund. Në funde. Për Ja, shia, i marrim pak. një ekstra. Edhe ja hedhim. Edhe ajo në për këto vrimësat që ka krijuar pilafi, vete gjalpi brënda, edhe merr një tjetër shije. Pak, jo se thash që do bëni ndonjë kështu. Që është mjaftueshëm, sikur si thua. Ku e lash unë atë kapakun tani, nese më. Kapakun e tiganit e tenxheres? Jo të gjak, ja ku e kam. Ke vendosur mbi djathtin e Kapak mbi shkrirë. kapak. Edhe ajo që ngelet, majdanoz pak në këtë moment me gjalpin, dhe majdanozin tjetër do ta hedhni gjatë servirjes. Tani nuk e heqim, ne kemi përfunduar, e lëm pak a pak më. Dhe të ta servirim. E lëm për momentin, të qëndroj dhe pak ashtu me gjalpin, të shkri gjalpin e brëndësi. Servirim edhe këtë pjesën tjetër. Po, dhe merremi me ëmbëlsirën më pas, kështu që çfarë përfundojmë, i vendosim këtu për para, që edhe ju të shikoni. Këto janë përbërësit që na janë dashur për përgatitjen e ëmbëlsirës, ndërkohë do ta shërbejmë tani apo më vonë Pilafin, të bëjmë pilafin të parë. Jo, si të duash ti. Hajde të bëjmë pilafin, si se të s'ka gjë, dëshirosh. u shkri gjalpi, ta vendosim edhe të mirë, vëmë të e shërbejmë edhe fundit. pilafin dhe pastaj merremi me tavën që kemi nxjerrë nga furra. Thjesht do ta servirum pilafin. Po. Shumë i mirë duket. Ja, shiko se sa i shkrifët. Se keni den se sa i shishëm e sa i mirë. Një pilaf krejt ndryshe, me pak mish që na ka ngelur nga Me rrush të thatësh, dreka. me stika pishe brenda. E kush do thoshte jo për këtë pilaf. Asnjë. Jam e sigurt që të gjithë do ta shijoni dhe do ju pëlqej shumë. Edhe një zbukurim të fundit. Të lumshin Ti duar. mbledhim pak ana tani lase Ja, kam. ta vendosim këtu edhe rregullojmë edhe çfarë ka mbetur nga majdanozi. Pa, Bë me ujë. s'ka që. Se kjo mirë ngjan dhe kështu ka të e përhapur. Shumë i bukur doli pilafi. Ja, kështu. Për Sa bukur, shije plot ju ngjyra. siguroj. Ju siguroj që ka një shije fantastike. Mënyra se si e përgatitëm do ju ngelet mendja dhe do e bëni her pas here. Do lëni enkas mish të pjekur për ta bërë në këtë mënyrë, sepse edhe mishi Anila ka një tjetër shije. Kur është një herë i gatuar, Një herë i gatuar është i pjekur, Pa, sepse pa. kur e pjek mishi merr tjetër shije, Pa, dhe tjetër vërtet. kur e zien dhe tjetër kur e ka vërdis, si thuash, në çdo lloj procesi ka tjetër lloj. Ka shijen e vet, në vërtet. Tani të po, grimca nga këto, them unë, edhe këto tani, mendoj që t'i vë kështu pjesë-pjesë, që do të thotë, do vendosim një shtres, do vendosim celulesh tride edhe pak sheqer pudër, t'i bëjmë si Po, shkallë, patjetër, diçka mund e të tillë. bëjmë si ti të dëshirosh. Rëndësishme është që të bëjmë një ëmbëlsirë të shishme në kushte Ja, shtëpie. ta bëjmë pak mandeja tani. Po, kur të duhet sheqeri do më thuash që të ta afroj. Nëse kjo do të më duhet. Pra kemi atë kombinimin që asnjëherë nuk zhgënjen të çokoladës me lule shtrydhe. Edhe tjetra që dua t'u them anvisave për pjesën e kësaj Anila, duhet ta kenë në letër guzhine. Që ta nxjerrin më Që kollaj të nga. dali më kollaj, ndihmon më shumë. Po. Tek kompania në Radzi do gjeni. Neve kemi pasur me thënë drejtën, por e kemi përfunduar, kështu që do shkojmë të marrim prap. Për sot
Tani mendoj të vendosim lule shtrydhe. Edhe Thanë që mund të e di që konsumohen dhe gjethet jeshile. konsumohen të lule shtrydhes. Po. Konsumohen dhe janë të shëndetshme. Të duket çudi? Jo, nuk më duket çudi. Thjesht doja të shtoja që lajni mirë. Kaq. Tani pjesën tjetër do na e bësh ti se e bën më bukur. Ti bëj unë? Ja këtë, spërkatjen. Au. Ashtu. E bëj më bukur. Ndërsa unë po shtoja atë që tham në fillim, që nëse duam ta bëjmë në më shumë shtres sa po themi, mund ta bëjmë edhe me ndonjë shtres pane të ëmbël, ndonjë krem pasticcerie të bërë vetë, siç na ka mësuar Kati, ndonjë përzierje të kremit të djathtë me panën e ëmbël, që bëhet ai kremi shumë i mirë. Okej, e bëjmë pak më të rëndë ashtu, po që nëse doni gjithmonë. Nëse doni, nëse ju gjende në shtëpi, nëse Po. I dini vetë juve. Tani spërkatën që kanila vendosim edhe një tjetër dhe në fund do ta lëm me lule shtrydhe. Pse e le kështu këtë e lë vetë? Ja. Mendoj se është okej. Edhe një shtres të fundit dhe pak nga pak po shkojmë drejt fundit edhe të kuzhinës për sot. S'ka problem se na ra kjo pjesë. Vërja si për atë. Ja vëmë si për thua? Po me që ra, mos e hap më. Kape Kati me duar, kape me duar. Nuk do si për. Ja të marim këta si kjo që ka. Ja 2-3 vendosi, mos e mbush shumë, mos e ngarkosh shumë. Po. Do e lëm shumë, me lule shtrydhe shtresën e fundit, po. Edhe zbukurimin e fundit të kësaj ëmbëlsire. Do të vëm dhe një këtu. Po vërja, frutësh, mirë na bën. Ja, kështu. Ta heqim edhe këtu. Shumë bukur doli. Ankat? E mirë doli, e bukur. E mirë doli. Se e shishme pa diskutim që Nuk është. diskutohet që Atëherë. se nuk është se po e bëjmë neve të shishme, bën kremi vetë që është enkas për pancakes. Mënyrë se si e sollën e sollën pak më ndryshe. Atëherë, po i afrojmë të treja pjatat këtu për t'i dhënë edhe një shikim të fundit. Në të njëjtën kohë për t'ju kujtuar se ku na i gjeni ju nëse doni të na rigjeni dhe të shikoni se si janë përgatitur të treja recetat për sot, cilët janë përbërësit dhe në çfarë hapash ndiqet mënyra e të gatuarit, duke klikuar pak minuta më vonë, pra sa po ne të shkëputemi nga transmetimi i kuzhinës live në 2 kanalet tona zyrtare në YouTube. Në Vila 24, pikërisht kjo është edhe ajo logoja që do t'ju dalë momentin që do klikoni në kanalin e YouTube-it, ose në News 24, në kanalin zyrtar të televizionit, aty ku gjeni gjithçka që News 24 transmeton në 24 orëshin e vet. E pa diskutim që mund të vizitoni gjithashtu edhe faqen e të gjithëve të preferuar, siç është Balkan Web, ku ajo është më pas një pasqyrë më vete ku ju sjell pranë gjithçkaje që nga aktualiteti, lajmet, kuriozitetet, showbiz, lajme nga bota e gjithçka tjetër dhe aty i gjeni. Gjithashtu edhe recetat tona të përditshme nga këndi i gatimit në Vila 24. Të lumshinduar, Katerin. Faleminderit shumë e dashur. Nese do jemi përsëri bashkë me të gjithë miqtë që duan të na ndjekin, që në orën 9 ne nisim ditën këtu me shije, me aromë, me receta të reja dhe me ide që Katerina mendon gjatë ju asjell çdo ditë nga ana të premte. Ato që mund të bëjmë në shtëpi, domethënë që Patjetër, gjithmonë duke patur parasysh shtëpisë. Atëre mirupafshim edhe nga ana ime të dashur Anvisa, kalofshi një ditë sa më të bukur në vijim. Mos hezitoni të përgatisni familjet tuaja se vërtet do të ngeleni shumë të kënaqur. Ato 3 recetat kanë veçantinë e vet. Mundoni t'i bëni
Ne iden u adham, ju mund të shtoni ose paksoni nga këto gjëra që neve tha, mund të sillni pankeks në mënyrën tuaj ashtu si t'i piqni në tigan, por edhe kështu janë dalin shumë mirë, do me thënë bëjnë më thjesht, veç se do të sugjeroja këtu të kishit, do me thënë, o një tavë të mirë që nuk ngjit, ose letër kuzhinaj për të dalë më kollaj, do me thënë, dalin më mirë. Por edhe kështu ishin, do me thënë, goxha. Edhe kështu ne ja dolëm. Atëherë miru pafshim nga unë, edhe njerë kalofshi bukur. Ju dua shumë të gjithve. Miru pafshim. Ditë mbarë. Tash u fut edhe e lash, çfarë